Përshëndetje nga kuzhina e Irit, sot kam vendosur me përgatit krofne të vogla që e kemi hëngër sikur fëmijë gjithmonë edhe tash e mbani mend kur shkojshim ne në Ulqin, kur veshin në plazh, ata që sheqin krofne, burek. Krejt që kanë nevojitën prej përbarzve janë 2 vezë, 1 sheqer vanile, 1 pluhur për pjekje, pak krip, 1 dozë kështu me qumsht të kondenzum, e gjeni në çdo market ushqimor, këtu në Kaufland kudo, pra 450 gram e miell. Ju që s'keni pra qumsht të kondenzuar, sepse me sheqer është, e merrni 1 gotë 200 ml e mbushni me kos 3.5 ose 10% që është i ndryshëm, edhe 1 gotë të 200 ml me sheqer. Ja qetni pra në vend të qumshtit të kondenzuar. Bismillah, fillojna me përgatitjen më njëherë. 2 vezë i hedhim në një enë, shtojnë ata sheqerin edhe i tojnë të 2 vezë me sheqer vanile. Tash marrim 1 dozë me qumsht të kondenzuar, shtojna, pak krip, edhe pluhurin për pjekje e përzina me miellin, pra me 450 gram miell. E kemi qitë pra qumshtin e kondenzum, tash pak krip, pra veç pak e qesim, edhe i përzina pra. I kemi përzi pra qumshtin e kondenzum me sheqer vanile edhe me vezë, tash të shtojna pra miellin. E përzina mas pari pra me lugë, miellin me pecive, ande e ngjeshim si krejt bluhun që e ngjeshim me duar. Me 1 tigan, kom qitë pra një 500 ml, pra gjys litre me vaj, edhe shpërrejtën e lëshojmë ploqin për ndryshe në temperaturë ngjarë që të nxehet veri, edhe ndojna pra krofnet e vogla në formë rëmbullake. Pasi që ta kemë përzit edhe ngjesh plumin mirë. Tash plumin pra e përzina me duar, ngjeshim edhe i ndojna krofnet e vogla rëmbullake. Ju knoqin, sidomos në këto festat, Volksfest këtu në Gjermani, e dini pra sa shtrajt i shesin të pashtu kur t'i shkoni mi ble. E qesim brumin mbi drast kuzhinës, pak mirë po e qesim. E kemi ngjesh edhe brumin, siç po shihni, një brum i butë, tash pra i ndojna edhe krofnet e vogla, ja u në formën kështu rëmbullake, sikurse kuleçve kur përgatitin për pite, veç të vegjël ose për bakllavë. Edhe i lojna tek trasa, vaj veç po nxehet, kështu që sot mujna mi bë format edhe mi qit në vaj. Edhe krofnet i kemi nda, pra i kemi qitë në këtë drasën, edhe vaj është nxehur pra, ploqa në 6 e kom shumë nxeh. Bismillah, i qesim një nga një edhe me njëherë, pa ndërpret duke i përzi pra i pjekum edhe krofnet në vaj e nxehur.
Shkojnë edhe krufnet e fundit prej gojt. I kom pjek edhe krofnet, si që shifni, për mi i qesim çokoladë, pra, ose mundeni me qitë sheqer pluhur, cilën ju të keni qef, me këto shkojnë që të kënaqen. Dalin tepër të shishme që me të vërtet kanë mjë kënaq kur të i përvoni. Juve përshëndes përzemërsisht, e falenderoj për çdo pëlqim të recetat mia, deri në recetën e radhës nga kuzhina e Nerit, ju them miru pofshim.